vepër penale jam më shku me i dhonë haraq, se kam njetë me i dhonë haraq. Për që ata policia tani thanë, vëllai nuk nga shmu, thash kanë prokurori se të shohëm që është keqpërdorim i detyrës. Siç ka thënë, aprovohet e bazuar ankesa edhe anulohet aktvendimi i tina. Krejt qysh është objekti, krejtën në qito e kam unë. Çka lyp tashaj? Jo, unë sa i dho haraq atina, kam nxjerr me leje, kam shpinë me leje dhe s'ka kush kam bon. Më ka prezantuar, unë jam inspektori Vehbi Lipa, edhe mi kanë gjit shiritat, lejen e kije, po vendimtar jam unë. Një kaçak thati nuk mundesh me ngjit asnjë bllok pa lejen time. Qiu i parë që të ish, djali jam tha, është në lëndër, është shok për krye me këto, edhe hiç mos u bë marra këta vesh normal, që dohet diçka me i dhonë 4-5 mijës. I kemë mështi aj, sigurisht në vepër penale me i hjek shiritat, edhe unë nuk i hëqa shiritat, po ardhë me 2 kerre polic, dhe thash për çka e bllombëve, tha si ke qit dritaret si mas dimensioneve. E nxëra letrën, a o që këtë dimension i yti, po, a o në nshkrimi yt, erdhë bashkësia islame, që pas ke bo përdhesën apo në elshën për që të Ramazan, me i falë taravit, së në pjallëshoj, për 1 vjet. 92-shin, kër i largun thëmin pe shkolle, po më thet drejtori i gjimnazit, po kem ku me majt një të bim, thash jo, more për të bim, hajde e kam unë në shpin, thash ajo plëca kushtet, po, edhe ja u kom lëshu aty në pa kërfar qire, e kom rreziku atëher familjen, e kom rreziku vetën, dhe të servisin ka unë edhe s'ma kanë mshel, e më ardhë sëtë kë, po ma mbyll për në prokurori, edhe do të hapi rast kallëzim penal ndaj tina. Liu Hertica, jetoj në Prishtinë, edhe kam marrë këtë venin, placin, për shtëpi banimi, më banue, edhe jem shku në komune, kam nxjerr lejen për shtëpi, kështu që kur ja kam filluar shtëpis, atje në urbanizëm më kanë thonë që letrat i qojmë në inspekcion, edhe kur ja kam filluar shtëpis me këtë, e kam bo pregadit pllakën e parë, mas pari me zhavër, ka ardhë inspektori këtu, edhe më ka prezentuar, unë jam inspektori Vehbi Lipa, inspektor përgjegjës për lagjën krejt e mshirin, dhe më ka thonë se u dashtë më ardhë më lajmërua që pe fillo shpinë. I kom thonë, mu më ka thonë urbanizmi që i qojmëna, edhe mi kanë gjit shiritat, më ka thonë, tha, edhe pse ja kom tregu lejen e krejt, tha s'kam nevojë mi këqyrë se i kom pa lejen, tha po lejen e kije, po vendimtar jam unë. Një kaçak thati nuk mundesh me ngjit asnjë bllok pa lejen time. Edhe ka shkue që kë ish fqiu i parë që të i shkon t'ju punuan bashkë, Nejmedin Slamniki, edhe u avët tha, kështi tha, shpi po dërë më marrua, po ka jetë, pe i kallëzoj emnin, bi emnin, tha na fqimat mirë se ty s'lypëm, po tha, djali jam, tha, është në lëndër, është shok për krye me këto, edhe tha, edhe këty në kështive, krejt tha, qka i kanë marrua, kësaj ju ka një mua, tha, edhe ty të një mën, tha, edhe heq më së po marra, këta vesh normal, që dohet diçka me i dhonë, tha, që dënë, tha, unë e njoftoj djalin, ta do telefonin, kontaktoni me ta, po tha, nuk kushto ku me di që 4-5 mijas. Bisedon me djalin, tha, ajtë ta cakton sa, edhe unë i thash në regull, thash do të me ndonë a shkova në shpe, edhe tani shkova unë në inspekcion, edhe s'kish për çka mësë më hjek shiritat, se isha me leje, isha në krejt në masa që është. Ja nisëm me punua në këtë shpinë, unë e kom pas normal si përdhesa u kon 3 metra në alsi. Po unë i qova shtylla 3,5 për shkak se i bërcugi edhe tavani lëshuat, i hani 1,5 metre, po me 3 metra, edhe erdhaj edhe e mati, se veç lyp ke më nalë, edhe tha i ke qua 3,5 edhe ma ndërpreu punën. Edhe masi ma ndërpreu punën, mi qiti shiritat për qesin, mu ka dash më shku me bo revokimin në urbanizëm, me bo 3,5 qësh dojsha une, edhe ja kom fillu e kom krye objektin punë të vrashta, pas pak
mu dashke një aneks për hymje, edhe e kom marrua aj aneksi deri në 10 metra 4 orë, nuk kërkohet leje, edhe aj nuk më la deri e marrua kur erdh, tha jo e ke marrua pa leje, tha edhe ma qiti vendimin për me renue qatë edhe një gjë 500 euro. Bona ankesën në komisionën komunë dhe komisioni ja anuloj vendimin atina dhe ma aprovoj lejen se me regulla se unë jam ndërtimtar, i desha unë qjase, edhe tani erdhë puna janë isa unë me bo me remet mrena. Edhe ka orë, tha, ti je ty i bo punë finale, e nalt nuk je ty i bo 2 dhëma edhe një banjo, thash unë jam ty i bo, ty e krye punë përdhes, po atë i kryej, tha, për 15 ditë kija fatë, si mas regullave të ndërtimit, leja kur i jipët, është afati 3 vjetë me fillue. Nëse se fillon mrena 3 vjetë, anullohet leja. A afat për mu krye nuk ka. Edhe unë i thash, o zëtëri thash, unë afat për me krye s'ka. Kalzëm ati muë ligjin ku është që u do të me krye për 15 ditë, jo, mëse krye shti, vim na me inspekcion, me firëm ta kryejmë në dëmë tonin, edhe i ngjiti shiritat. I vuni shiritat, anë tjetër në të i ke dush me mrena me moraturë. Do i ke më mështijaj, sigurisht më hiu në vepër penale me hiek shiritat, edhe unë nuk i hua qa shiritat, kaluan 14 ditë, që aj vetë e kishtë donë me vendim e kam këtu unë, 15 ditë, plus 15 ditë ankesë, po hajda e ankesa, po këto që i vetë i kishtë donë afatin, edhe unë kërë ve më punu këtu me punëtër, kur në hymi atje, pesha janë mush policinja 30 polic, edhe i sharë këtë me polic edhe i thej 2 dritare. Është e vërtet që dritaret këm pasë me projekt, po mas i shpej janë zverit edhe dritaret mos me i qitë, me ligjë s'kam nevoj, me i hap dritaret do të më lyp leje se e për nga kajshina, e për nga dikën janë standardet, a për mos me i njitë, edhe me thej dritaret, i boni 3 metra me 2 metra, edhe i hëq shiritat, unë e erdhaj i vënëva dritaret, i nëzita, sot ty e pënuën dritaret, hala ty e pënuë, bile unë e si më konë këtë, kër o ardhë me 2 kere polic, edhe hen këtë edhe thet, dohet me blokue se nuk i ke qitë dritaret si mas dimenzione. A vetë i kam unë në vendim tina që thet, bile thet 2 metra me 2,96, unë e kam bo 2 me 3, tamon, edhe po më thrasin muë, policinë ata i kish binë që si ka bo dritaret, kurve, unë e erdha pak pa unis, ata i kishin blëmbu edhe ty e shkue, i nala, ja u qita ke rinu dhe thash për çka e blëmbu, tha si ke qitë dritaret si mas dimenzioneve. E nëzëra letrën, a o që këtë dimenzion i yti, po, a o në nshkrimi ytë, s'ke s'fëll ka jo që policia va vetën, thash qëre zëtëri, thash, në nshkrimi tina, inspektorit, edhe dimenzionet kë i ka dhonë, kë e ka hap, thash, aur që kë, ata thanë po, thash, ju lutëm, këthen edhe të hjek blëmbën, ai tha jo se hjek, ata policia, jo la nas mu e këthë, qysh më në detyrën, thash, ti po më detyrën mu e thash, mu nala këta, a peshet që ka bu krim, thash shkën prokurori, lajmërë, garantoj që prokuroria vjen, tha i hjek, tha se të kjen regull, tha po na jena orë veç për siguri, tha nuk kem tjera kompetenca, edhe qështu kjo punë. Ju a keni qenë në prokurori, a keni bo në ankesë? Sot, unë për para këm bo ankesat, se një 3 herë mi kanal, që shtu i kam 3 ankesat që ty, edhe një që ja ka anullu atina, mu ka aprovu mua, po nesër do të shkojnë prokurori, edhe do të hapi rast kallëzim penal ndaj tina. Edhe tjetërën, unë erdhë bashkësia islame, edhe më thanë, masi e paske bo përdhesën apo në elshën për qitë Ramazan me i falë taravit edhe me i mësu për edukim të rinis, nëse unë e thash për çka e merë një më intereson pja ulshoj për 1 vjet, e banëm kontratën, e kemë vartëtuat e noteri
Edhe ata janë pe ditës parë të Ramazanit i kanë falë, sot janë dhe kanë penguar. Nuk e di për çka, për çka a i falin, a çka bëjmë rena unë atina, a unë edhe me familje falna, marë më ndaluaj mua falna, një nëja, kush janë ata? Kështu që unë do të njeh nëse ka legje rregullore të na instancat e nashta unë jam gabim, veç nuk besoj që mundet kush mua më kufizua që ka bëjnë shpitame. A falna, s'falna, një nëja, që të nuk ma merr mendja. Pra, këto janë ato folë për një objekt, që në pamjet jashtë me do këtë shtëpi edhe i plotëson gjitha kushtet për me qenë një shtëpi, përdorimi është... Më pakonën e që e ku marrua për xhami, ja kisha bo kupëllën, ja kisha bo minarën, as ka kupëllë, as ka minare, as ka... Po, unë me qirel shoj, që ka bonaj që e merë me qirel problemi tyne, edhe ka drejt gjithkush se shtëpia me leje është, kjo për që ata me leje. Edhe një du më ju tregue ma hershme, 92-shin kër i largun thëmin pe shkolle, unë e pa ta bo shtëpin për banim, krejt me mobile, veç më hinë ta, edhe i larguan thëmin, po më thet drejtori gjimnazit, tha, s'po kem ku me majt një të bim, më pru në i vendim, thash jo, mare për të bim, hajdi e kam unë shpin, edhe tha, po, na njekin policia, thash, edhe sigurimin ja u baj, erdhen ata në mramje, henën në shpi, e majtën të bimin, merën men 36 kauqa, krejt u kone mobilume, e din krejt edhe zonësit edhe profesort e din që shukon, edhe kur duelen, tha vallat e kone mirë për me bo më mësue. Thash, ajo plëca kushtet, po, edhe ja u këmë shu aty në pa kur farë qireje, pa kur farë, do më thonë, saj për këtë për dioni, une, për që ata edhe këta kërë më thanë bashkësia islame, po dojë me edukuar i njën, për që ata edhe po të regoj që s'jek dërë për jasajna, une, për që ata e kom rezikua atëherë familjen, e kom rezikua vetën, sa tërturat edhe të servisin, konë edhe s'ma kanë mshel, e më ardhë sëtë kë, po ma mbyllë, se po mësën që ka më bo në shpitema? Ja, plus i kena pas në 6 shtëpia shkolla, kena pas depëte në Terezës që krejt qytetarët marshin që aty harqet që ju bëjshin dermonin, edhe s'kan mujtë më na i mbyllë, po ma mbyllë këmuar shpinë të me alshajun e për edukim, alshajun e për kisha, qka duhe vetë elshaju, kur s'munët në prënë të me më mësu. Me leje, e kom pagu lejen, kë ka dasht pa leje me marue me i dhonë haracatina. Jo, nësa i dho haracatina, kom dzirë me leje, kom shpinë me leje dhe s'ka kur shka më banë. Krejt qka të banë, edhe këtë domin që ma ka bo, që mi ka thyje se që ty që a domin jau ka bo bashkësis islame, se në konë të pihat që ty në koridor, e kanë thyje blokat e krejt të pihat e 15.000 eurë dhe jau kanë dëmtue, po edhe atë unë kom i kërkue, ja kom i nëzirë, pe i tyne ja kom jau pagu vetë, se si loa sa ta me dëmtue. Ma ka ndërprej punën, edhe ma ka qitë gjëbën, e kom bo kërkesën edhe që ka thëtë, aprovohet e bazuar ankesa edhe anullohet akt vendimi i tina. Edhe jo, kjo është pej komisionit komunës të ankesave. Që kushtë. Pej komisionit që se aja ka bo pa legjve që më nuë më apru e më shku. A dita kur jenë ardhër para do dite me qitë shiritat, ishin policia, unë thasht ja u të regoj, tha jo, tha veç në 4 sy, zdo në këtë, policia kënë këtë, thash, qka për lypë në 4 sy, a pedeni ju qka për lypë, tha, jo s'pedim. Thash, jo për lypë, thash se kënë 4 sy lypë tjetër sen, jo dokumenta, që ku shkruan këtë, dimenzionet 2.96. Janë 2 hapje dritare, vetë ata i kanë hapë me qëtë i kom marue edhe tash thët i ka qitë shiritat. Pse? Ka dënaj tash të krarën e me marë këtë me, po dënaj më mështi jam në vepër penale jam më shku me i dhonë haraq, se kam njetë me i dhonë haraq. Tjetër zdi që ka lypaj. Që e ke e fundit, apo? Jo, që kjo e fundit është.
Sot edhe kjo, sot e ka bo këto, edhe nuk ka lon proces, nuk ka drejt ai pa lon. Se s'kish ka me lon proces, se unë zën vetë me letër të vetën. Pse se ka lon procesin si tjerë? Po kur ja pruna dokumentin që ku shkruan dimensionet e dritareve, ai për çaty edhe kënë për çata policia tani than, vallai nuk ngofsh mua thash kanë prokurorisë, peshëm na haptas që është kjo diçka i natë në diçka ka, çka lyp se dia, peshëm që është keq përdorimi i detyrës. Edhe për çata ai s'la as proces as kurrë. Një kon policia këtu, s'mund më thonë ai që ka lënë diçka. Kjo është leja ndërtimit, revokimin që më ka shtimë do. Krejt sipas çesojna, thëshë krejt sipas tetor të vitit 2022. E keni marrë lejen. Ma herët e kom marrë, po që më ka shti revokimin me bo që shkak të ndryshimeve, që krejt qysh është objekti, krejtën në qito e kamone. E qka lyp të ashaj? Së për kuptoj qka dënë.